Leka Zogu, pretendenti i fronit mbretëror, është shuar sot në Tiranë në moshën 72 vjeçare. Ai ndroi jetë në reanimacionin e neurokirurgjisë, ku ndodhej i shtruar prej disa ditësh pas problemeve me zemrën. Zëdhënësi i familjes mbretërore, si dhe vetë ministri i Shëndetësisë Petrit Vasili, kanë konfirmuar zyrtarisht ndarjen nga jeta të Leka Zogut. Sot me datë 30 nëntor 2011 në ora 8:45 të mëngjesit, në repartin e terapisë intensive të klinikës së neurokirurgjisë, ka pushuar zemra e nakmadhinisë tij mretit Leka i parë. Të premten me 25 nëntor, mreti Leka i parë pësoi një arrest kardiak dhe përpasoi u intubue deri në rikthimin e punës së zemrës. Mirëpo, funksioni i mushkrive dhe ishte i pamjaftueshëm për të mbajtur funksionet jetësore. Familja metnore shqiptare ngushëllon popullin dhe kombin shqiptar për humbjen e sovranit tonë legjitim. Ka ndodhur si pasojë një arresti kardiak përsëritur, mbas tentativave të shumta për ta rikthyer. Këto tentativa kanë rezultuar më së fundi pa sukses dhe përfundimisht në vëndin e tij është ndarë nga jeta. Rreth orës 11, trupi pa jetë i Leka Zogut të parë u largua nga spitali drejt rezidencës mbretërore ku janë bërë përgatitjet e duhura për ceremoninë mortore. Ndërkohë familjes i kanë bërritur edhe mesazhet e para me ngushëllime për humbjen e Leka Zogut.